si një sektor shumë i rëndësishëm për vendin tonë. Muharrem Kurti, doktor, përshëndetje. Deri kur Rama do të mbrojë Lubin e para, dhe e dyta, Ramziu e kalon oqeanin më 19 shkurt? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. E vërteta është që Zoti Kurti nuk mbron Lubin, ky mbron veten e tij. Se për Lubin ky mesnat vajtë nxehta apo plumë të shkrirë do t'ja kishte hedhë në vesh. Po, si thot populli, se unë nuk natyrisht unë jam kundër tyre, po këta s'kan mëshirë, se u mbasin çdo lloj, pra do ta kishte eliminuar, e kam fjalën këtu. Mos kujtoni se i përhap lajme, po nuk po hy tani në gosipin popullor se çfarë thot. Pra, ai nuk po mbron Lubin, ai po mbron veten e tij, sepse në çdo firmë të Lubis është firma e Edi Rams. Është firma e Edi Rams. Dhe e din fare mirë që ai e ndjek mbrapa, se dhe ajo i ka thënë të marrë, ai prandaj dhe po bën ligjin tani. Po bën ligjin që kryeministri s'mund të pezullohet. Kjo tregon se ku e ka leprin ai. Kështu që Edi Rama, Lubin, edhe do përpiqet pra të vej të kaloj ligjin në parlament që dhe pastaj ta lëshoj Lubin. Lidhur me udhëtimet e tij, tani të them unë e thash edhe kur shkoj në Bruksel. Zoti Kurti, Edi Rama kudo që të hyj, kudo që të dalë, hyn dhe del si kryetari një organizate kriminale. Duhet të kuptojmë që në nismen e bordit të paqes është e ftuar Shqipëria. Pra, Shqipëria është një nga vendet e ftuara në bordin e paqes. Dhe Shqipëria, për fatin e saj më të keq, ka në krye një njeri si ky. A mund shkoj Haram Begaj? Nuk e len ky Haramin shkoj. Të garantoj që nuk guxon se mund shkonte. Ndaj dhe edhe mund shkoj në takim, po shkon hajdut, kthehet hajdut. Kjo është e vërteta për te. Shqiponjat e reja, përshëndetje doktor, a nuk do t'ishte më